إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Qëta që ka e folë tash arabisht është hudbia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka folë xhamatit vet. Edhe me konë që e përkthejna taman sa duhet, nuk kemi nevojë për tani këshill fazlallëk. Pse? Se çka thojna innal hamda lillah. Hamdi, falënderimi, që ta i këna më falë, i takon kujna Allahut dhul gjelal. Nesta'inuhu wa nestaghfiruh. Dhe thot për Allahut, dhe thot na kërkojna ndihmë, edhe të Allahu jonë pëndohemi për gabimet tona shka i bojna. Me jehdihillah, që ata që ka Allahu dhul gjelal e udhëzon, e i vënon dritë të zemra e vete, mu që krej dunjoja me deviju, së në devijoj. Se Allah i ta ka dhënë dritën të zemra jote, të ka bon ka të mirë, ka të të hajrit. Po në udhu billah, me konë që Allah i ta merë dritën, ta merë imanin, mu që krej dunjoja me drejtu e tije, së ndrejtojnë. A ka nevoj për këshillë më të madha? S'ka nevoj për këshillë më të madha, heq. Për inshallah Allah i na ozon ka hajri. Për këtë arsye pra, muslimani, duhet me pas parasysh se ka punë me një Zot, i cili Zot atut një tije. Po le që atut një, po edhe atut pa. Me qëta ki pun? Me Allahin tanë, i cili të shef tije, me Allahin tanë, i cili ndëgjon tyje. Për ata syje, pra, edhe një pun të mirë kër e ban ti, një pun të mirë kër e ban, e ke bon pëse se Allahut ka uzu ka hajri. Ato dash ty Allahu dhul gjelal, ta ka ndryqu zemrën, edhe ka fut iman të zemra jote, edhe ti e të bon që atë punën e mirë. Po leqi e ban punën e mirë, po shka shpreson që Allahu dhul gjelal ka me shpërlyje me gjennet. Inshallah Allah i nga ban për gjennet live. Po qka ki punë me një Allah që ndëgjon edhe shef, edhe atëherë qka frigohesh me punu da një pun të keqe. Pse? Se Allahu dhul gjelal shef. Po edhe punën e keqe kurse punon, apet Allahu dhul gjelal ta ka shtinje menën e hajrit, mu largue pi haramit. Po kur largohesh do thot pi qësaj punës keqe, e kje zemrën e qetë që Allahu dhul gjelal nuk ka me denue me azapin e vetë. Inshallah Allahu dhul gjelal na ban për atinve që ka punojna pun të mira, e nuk punojna pun të këqia. Vlezër, unë e sot po duhe me e lexu një ajet, në të cilin ajet po na tregon Allahu dhul gjelal çka misioni i pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Po thot Allahu dhul gjelal, ja ejuhan nebiju, o ti pejgamber, inna erselnake shahiden, na ty të kina quë si shka, si dëshmitar, wa mubeshiran, edhe si përgëzues, wa nadhiran, edhe si qortues. Qëre, dhe thot, misioni i pejgamberit koka, më konë svedok. A ke po, dhe njëherë këtë bansh sudar, a ka dhe një svedok, po valla ka. Svedokit ka zonë se ti e konë drejta, ja konë shtrem.
Qështu a pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse kur dalim përpara Allahu dhul xhelal, me kallëzu se kush ka drejt, kush ka shtremt. Ama na ka kallëzu një herë këtë dunjë. E masën e ti desh mu drejtu, s'dan mu drejtu, po na jote është. Desh banë musliman, desh banë shka, nuk ka problem. Ama pejgamberi as fedak, ka kallëzu krejt. Qetërën qka të ka kallëzue se shka në gjeneti, shka në hurijat, shka uj i keftherit, e shka në shumë senet mira, shka ka pregadit Allahu dhul xhelal për ty jesi musliman. Mubashiran. E këto përgëzime kush i ka prun? I ka prun pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po çka edhe të ka thonë, hej, ta di se si të punojsh me kamat, shkon veç të poshtë, nuk shkon për pjetë, mos kujto se sfitohet pa njerëz. Hej, ta di se si të pish raki, të pihet menja, edhe del cullak midis ditës. Masenit ka thonë, ta di se si ta vrajsh danikan, ki me shku në gjehenem. Ketë këto puni dina. Kush i ka kallëzu këto? Feja i ka kallëzue. Apo i ka kallëzue kush? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe na ka qortu. Ashtu që edhe një fëmijë të vogël me vetë, a ban me pi raki, thotë zban, haram është. Ha? Fëmija i vogël, shka halas që ka njës do tëtë me hinë për vërtet, do tëtë e din këtë punë. Këto punë qysh janë? Wad'u ila Allahi bi idhnihi wa sirajan munira. Po du me pru një shembël. E ka përmen këtu sirajan munira, siraj i thojnë dritës. Munir i thojnë që ka reflekton. A i ke pa këtë njëherë dritat e kerit të blohet me loq, edhe ti dritat i kipës shef kur gjohenq. E masen qka i lanë pak ato i pastron, edhe shef dhe thot dritat e tuat dhe thot po bojnë dritë shumë. E qështu ashtë udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Udhëzimi i pejgamberit është sikur një dritë shka shumë reflekton. Edhe kush do të më udhëzu në këtë rrugë, në këtë dunjo, i mjafton shembull kush pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë çështje thot Allahu dhul xhelal, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Pa ka Allah më të mirë se sa me thirr në rrugën e Zotit. Ha? Lafi më i mirë çka është? Me thirr në rrugën e Zotit. E qysha pra me thirr në rrugën e Zotit? Shumë lehtë është. Ha, dikush kujton që duhet më bëj hoxha i madh shumë, jam me dani shall të madh shumë. Jo be jo, shumë thjesht është. Ti te puna jote aty dikush thot, hajde, pije pak një gotë nxehme pak, se kur ta pish dani bardak, nxehesh e pasi punon pak më mirë. Ti shka i thua atina? Allah e falbe se unë sunë e pi se jam musliman. E që ka nda vetë? Që ka thirje? Su bone ti hoqë, pse i thova atina që zban me pi raki, se rakia është haram. Ama i bone thirje, i bone da vetë. Ha? Ashtu që ka shumë vepra të cilat na i punojna ditë për ditë, apo këta, pa fol hiq ka dë njëherë, është da vetë. Njanit për thamë, pse ve shkon të qki me blerë? A, tha, kur nuk vedh në vangë. A i s'ka fol, kur gjonë s'ka fol, hiq, asë një laf. Po veç të ka mati, ke shku i ke ble 1 kile kompira, ja speca e patligjona, po të ka mati të aman. E që kjo mati e tina, është da vetë, është thirje në veti. S'ka fol, kur gjonë, veç ka punu dhe një vepër, që ashtu që ka mësua Allahu, edhe që ka mësua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E pa ako ma mirë se kjo? Ha? Po ki, këtë matëmën, a pi benës vete e boni, a e boni pse i ka kalzua i hoxave që më zvedhë këto, se zban me vedhë, apo këta. Se që ato shka vedhin, punën se kanë mirë të Allahu dhul xhelal. A e kanë gua të hoxën e vetë, edhe e ka praktiku vagën të ama që shdojt, e që ka da veti i tina? Edhe shumë pun tjera të cilat na i punojna,
po nuk i punojna për menes tone, po i punojna pse Allah i ka thonë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që kjo është daveti. Po mas kësaj në shka është wa amile salihan, edhe ka punu vepra të mira, punë të mira. E zakonisht për shembull çaj shka nuk vell, punon punë të mira. Zakonisht çaj shka nuk pin, punon punë të mira. Zakonisht çaj shka smirët me kamata, punon punë të mira. Zakonisht apo këton çaj shka punon një punë për Allah, Allah ja shef edhe njerëzit e shofin. Inshallah Allahu dhul jalal na ban për atë që punojna punë të mira. Wa qala innani min al muslimin. Çka thot? Çka e ti thot unë jam musliman. E që kjo është shumë me rëndësi. Shumë është me rëndësi me ditë ka moreniti, apo do morenit katë mirët, apo katë këqet. Inshallah Allahu dhul jalal na renit katë mirët e nuk na renit katë keq. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. O vëllezër, a dini sa një metin e madh e kemi na që të shkajnë atë jetu, shka thire zoni e na vina edhe i bina Allahit në seshte. Ka shumë musliman në dunjo shka kanë qef me umledhna për xhamia edhe me falë gjumajnë, s'mujnë me falë. Jo që nuk mujnë me falë, po as buk s'pilojnë me hangër, po i shifni ju vetë na përlajme. Qotë një dunjo, i mledhë gjithë ato anije për mjë quë buk muslimanve, ato shkojnë i zonë kejt anijet, edhe i thojnë ju i një terrorista, pse se po doni minimu terroristave. Terrorist ku ka fëmija, dhe thot qka gjunahi nuk ka forca pëtën, do të me ushiba vetë në vetë, terrorist është. Terrorist gruja ko ka pëtën. Ha? Terrorist ko ka plakja pëtën, shka s'munët, a plak mo, a pëtën. Dhe thotë, kja terrorist. Kja terrorist si pas mendimit jahudive, të cilët dhe thotë, Allahu dhul jalal për to ka folë shumë Kur'an, ama na shumë pak për lexojna Kur'an. Kjo punë do thot a ditë pin fillim. A ditë pin fillim që ki mall shkon te jahudit, nuk shkon te musliman. Pse? Për atë arsye se ai shumë lehtë ka me kon që don mi ushqye veç çel kufinin edhe thot që malli, le të hije. Sikur shka patën hi kur i zonën musliman të rob, edhe i shpërndajtën në rob, e çelën kufinin, ju shtenën në mall. Po jahudit më të mëdhoj janë ato kojshitat i shka. Se edhe na patëm luft këto duket. E shprazën ketë Kosovën, a i kujtohet kjo puna jo. Po alhamdulillah, ja qelëm na kufinin edhe i pranun të na. I pranun Shqipni atje. Dhe thë shumë let ashtë kjo punë. Por, janë mbledh ketë jahudit, edhe që ato shka dokën, edhe që ato shka nuk dokën. E jahudit më të mëdhoj janë që ato shka nuk dokën. E Allahu dhul jalali ja thaj qafën, inshallah. Pse se Allahu ekber, Allahu është më i madhi. Ai do thot mundet me pruën ndihmën e vet mas mirti. Se mu që krej dunjoja me dasht me të nimu, nëse Allahi nuk don, nuk mundet me të nimu kërkush. Që qka shembulli? Që u qunë do thot me Turkije, u qunë me Spanje, u qunë me Italije, me Gjermanije, me Bruxelles, me këtë dunjoja. Shkun me anije, e po shtin burg. Le ta morin veç dunjoja se jahudia është i keq. Edhe ato e kanë ditë shumë mirë. Dhe thot, e ka ditë Hitleri shumë mirë, shka ka dasht mi faru. Pse? Për atë arsye se kanë bon zullum. Lexoni pak histori. Se lufta e parë botnore, pse a nisë? A nisë bashkë
për shkak qëtinve kamatave, e qëtinve pareve shka kanë munu mishti njerëzit në për borgje, në për sene. A këta kush i kanë bo? Jahudit e kanë bo. E kush i ka mori nati Hitleri, pse masinin njerëzit, këqi kam ju shti për në komorë. E qëtaj i lanë Jahudit me borë frim, e qëtaj këto për munohën muslimat mishtin komorë e bi bo beter komorës. Atë holokaustin ato shka e kanë kajtën, shka e kanë mësu për mensh, na për shkolla, na për sene. Këton, qëtaj ato vetë janë të bohe, halao ma keq se shka ka bon Hitleri. Dhe thot, Jahudit janë ma keq se Hitleri. Allah i narujt, inshallah. Se nuk ashtë Hitleri burim mirë. Këton, shka ka bon zullum, po asë këto nuk janë burat mirë. Ku asot Hitleri? Shka e ka sunu dunjojnë ketë. Ku a? Nuk ka kërkon. Edhe këto një ditë kanë me përfundu, inshallah, bidnillah. Inshallah, Zotin arun për zullumit, atinve që ka mënohet me bon zullum. Pa është mirë sot me bon dua, e për duave ma të mirë shka është, me qu salavat o vlezën. Njani ka artë e pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, e i ka thonë në apëton, kam probleme. Ka thonë në apëton, që salavat? Qyri, qka ka veza problemi me salavatit? Ja, ka veza shumë. Kur ti e përben pejgamberin e Allahut përmen tije. E që ka veza? E na pra ta përmenmi pejgamberin, inshallah Allah i na përmen neve, edhe i përmen ketë musliman të cilët kanë halë dhe derte, su ku vllaznit tonë shka janë nga zatje. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون